Çfarë mendon Isa Mustafa për Lumir Abdigjikun dhe si e njeh atë më së miri? Shumë ka qenë student i zellshëm. A u desh Abdigjiku të jap dorëheqje e të mos kandidoj më hiç për kryetar? Të zërit qytetarëve. Ka ardhur deri aty që LDK-n prapë me kthy në 13%. Sa mirë po bën LDK-ja opozitën kundër qeverisë së Kurtit dhe a duhet të hyjë në koalicion me vetëvendosjen? Opozitë kundër vetëvendosjes ka bërë Agim Veliu. Çfarë qëndrimi duhet të marrë lidhja demokratike ndaj opsionit për ta bërë Vjosa Osmanin sërish kryetare të shtetit? Ose na shkatroi partinë. A u bë mirë që LDK-ja bëri deputet djalin e presidentit Ibrahim Rugova? Po jo Rugova pas pari duhet me sqaruar çka është rrugovizmi. A do të pranonte vetë Isa Mustafa të ishte kandidat për president? Cili është vlerësimi i tij për procesin në Hag ndaj shkrerëve të UÇK-s? Për krejt këto dhe shumë më tepër se kaq, ndiqe në intervistën ekskluzive të ish-kryetarit të LDK-s Isa Mustafa për Kosova Press, të shtunën nga ora 11.